Mbrëmjen e sejntes në Kishën Katolike të Korçës është kremtuar një meshë e shenjtë në nder të atit Papa Francesc. Kjo meshë u mbajt nga meshtari i kësaj kishe, Dom Ignacio, dhe pas saj vijoi momenti tradicional i adhurimit, një nismë që vjen si sugjerim nga Konferenca i Peshqnore e Shqipërisë. Besimtarët u ftuan të marrin pjesë në këtë moment lutje për Papën dhe për Kishën Universale, duke treguar bashkim shpirtëror me misionin dhe rrugtimin e saj. Zoti drejtoft gjithmonë Kishën dhe popullin e tij, ishte mesazhi që u përcoll në këtë mbrëmje për kushtimin dhe besimin të thellë. Për të pranuar këtë mesazhi, këtë shembull i pastër dhe i sinqert që ai na ka dhënë, për të vazhduar në rrugën tonë me një shembull më e madh që ai na ka ofruar. Dhe sidomos lutemi sot për shpirtin e tij dhe lutemi edhe për Kishën tonë në këtë faza që fillon një faza e re, sepse Kisha mund të vazhdon në hapet që ai na ka treguar për të rritur gjithmonë në paqe, në dashuri e në besim.